Në nëntor të vitit 1908, në Shqipërinë e shekullit 20, flitej një gjuhë, por nuk ishte ende një alfabet të përbashkët. Në përtrojet shqiptare përdori një mozaik alfabetesh. Kjo e vështirësonte arsimimin, librin dhe bashkimin kombëtar. Shoqërita detare si bashkimi, drita, dituria dhe klubet shqiptare punuan për bashkimin rreth shkronjës shqipe. Në manastirin e dikurshëm, një qytet i gjallë kulturash dhe historish, u mblodhën shqiptar nga të gjitha trevat, të bashkuar nga një ëndër, të jepnin kombit të tyre një alfabet të përbashkët. Në krye të kongresit qëndronte Mithat Frashëri, rilindës i ndritur dhe mendimtar i madh, i cili drejtoi punimet me urtësi dhe largpamësi. Krah tij qëndronin personalitete si Atë Gjergj Fishta, poet kombëtar, përfaqësuesi i shoqërisë Bashkimi dhe kryetari i Komisionit të Alfabetit, Gjergj Qiriazi, Luiq Gurakuqi, Ndre Mjeda e të tjerë. Pas ditësh diskutimesh me pasion, bindje dhe dashuri për gjuhën, delegatët morën vendimin historik. Alfabeti shqiptar do të ishte ai latin, me 36 shkronja, i thjesht, i qartë, i njëjtë për të gjithë shqiptarët. Aty, në kongresin e manastirit, lindi jo vetëm alfabeti i sotëm, por edhe ndjenja e bashkimit kombëtar. Sot ne nderojmë dritën që ata ndezën dhe trashëgimin që na lanë. Ky është udhëtimi ynë drejt një identiteti të përbashkët, një histori e shkronjave, por mbi të gjitha e njerëzve të guximshëm që besuan te drita e diturisë. Është nëntor i vitit 1908. Shqipëria ende nën perandorin osmane. Në qytetin e manastirit lidhen delegat nga të gjitha trevat shqiptare për të vendosur për gjuhën e tyre. Ky është kongresi i manastirit, ku fjala shqipe do të marrë formë dhe dritë. Të nderuar delegat, kemi ardhur nga të gjitha treva shqiptare për të bashkuar gjuhën tonë me një alfabet të vetëm. Le të fillojmë me dashuri për gjuhën shqipe. Fjala jon duhet të ketë shtëpinë e saj të përbashkët. Historinë dhe gjuhë si këndoj, gjuar prej gjuha jonë, baron e trëndeli, ka sollon në çdo shkronja të shirën për neri. Gjuar prej gjuha jonë, baron e trëndeli, gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e xhirë, dhe të zemër të çdo trimi. Si kushtri, presat pren, si ti kalon, si ljuri të të mbroj. Ka një popull historinë dhe gjuhë si këndoj, gjuar prej gjuha jonë, barot e trëndeli, i ka zoson në çdo shkronjë të shirën për njeri. Gjuar prej gjuha jonë,
historinë dhe gjuhës si këndoj, çfarë prej gjuhaj jonë parol të trëndeli, nga sot të gjëshonja të shirën për një mi, çfarë prej gjuhaj jonë parol të trëndeli. Në shkollën e Varshave në Korç, ne vajzat mësojmë shqip fshehurasi. Dua që çdo vajzë shqiptare të mësojë shkronjat e kombit të vet. Shoqëria Bashkimi ka punuar me alfabetin latin. Ai është i thjeshtë dhe i përshtatshëm për gjuhën tonë. Edhe alfabeti i Agrimit ka të njëjtën bazë, por më e rëndësishme është që të kemi një alfabet të vetëm për të gjithë shqiptarët. E të mësojmë të shkruajmë si njerëzit e lirë. Pa shkronja s'ka shkollë, pa shkollë s'ka dritë. Le të dëshmojmë se shqiptarët mund të bashkohen me dituri e dashuri për gjuhë. Nga Elbasani do të dërgojmë mapetaret në çdo fshat e çdo qytet. Një këmbë, një alfabet, një zemër. Ky është ideali ynë. Gazeta Drita do ta përhapë këtë lajm në gjithë Shqipërinë. Në emër të Kongresit të Manastirit shpallim. Shqipja do të shkruhet me alfabeti latin. Rrof gjua shqipe, rrof alfabeti ynë. Ky ishte çasti fitores, çasti i dritës. Shkronja mundohë gjërna dhe marrë zotëri. Jam fjori e shkuar floririt tunç. Me këto do të shkruhet edhe kënga që ngriti një shqiptar.
Mësuese, a mund ta shkruaj emrin tim shqip? Po, Bi, shkruaje me krenari. A si Adeu, B si bukuria, Sh si Shqiponja. Fjalët tona kanë dritë. Tani mund t'i shkruajmë alfabetin e zemrës sonë. Nga malet tona, zëri i Shqipës këmbon fort. Në çdo fshat, librat shqip do të mbërrinë me dashuri. Ky flamur kuqezi tani ban edhe fjalën tonë të shkruar. Gazeta Drita do ta përhap këtë lajm në çdo anë të vendit. Abetari do të nisë për çdo shkollë. Fëmijët do të mësojnë gjuhën e tyre. Shqipja mbryt si e honë në mali, rëshin ndërgjethe si ujë zalli. Ashtë e thjesht, e let, e amër, si flak pranvere për këdhen në zemër. Ashtë si zoshtë që të cërojnë, që din të heshtin e të këndojnë. Jo mor burra, Shqipja s'lecohet, sepse thyhet e coptohet. Ajo është këngë paparim, e knojnë zanat qysh fillim. Muzat me të kërcejnë e vallëzojnë, me Shqipe njerëzimin dashurojnë. Qielli e toka vahen një, i lidh Shqipja me të bukurën harmoni. Kjo është gjua jo frymore, yje e planet i mban për dorë. Penda e fishtës si zjarë agimi, kanga e naimit si ujë burimi, petrozhejt e i paskaj shpishkoj, Shqipe nga hiri, shqiptarve jazjoj. Ajo rrjedh e lirë si grua, jo kur s'është e mbaruar, është e veshur me muzikë, vallen hedh në galaktik. Fjalë e val ka për përdore, rrugë të shtruara prej metafore. Shqipja është poezi e liri e thakë në pafundësi. E vërteta nuk ka motër, as zoti nuk ka vlla. Shqipja është gjua e qendrës, të tjerat rreze të shpërnda. Shqipja ruhet kur këndohet, në çdo djep e në çdo sofër. Është feniksi që ringjallet në për luftra e në çdo votër. Bota një ditë do të lulezojë me fjalët e tua në buzë e gojë. Si ujvare na e zbret gjithësina, shpirtrat e zemrat na e ndrinë. Kongresi i Manastirit hapi rrugën e dritës për gjithë kombin shqiptar. Kjo është dhurata më e bukur që na la Rilitasit. Fjala shqipe, alfabeti i lirisë. Betohemi se do ta ruajmë gjuhën tonë si sytë e ballit. Rrotë gjua shqipe, rrotë alfabeti i Manastirit, rrotë Shqipëria. Më
pari dua të falenderoj këto dritëza që kemi këtu mbrapa, që na ndriçojnë ne dhe do ndriçojnë kombin në të ardhmen e tyre. Së dyti falenderoj prindrit për mbështetjen, pjesëmarrjen, bashkëpunimin. Falenderoj shumë kolegët e mi të cilët më janë gjendur dhe më kanë mbështetur në çdo nevojë që kam pasur. Profesor Beni, një shtyllë e fortë e aktiviteteve. Drejtorin, drejtuesit e shkollës të cilët na mbështesin gjithmonë dhe na japin hapësirat e mundshme për të organizuar aktivitete të tilla. Nuk është çështje thjesht aktivitetet, është që këta fëmijë të rriten me një frymë të tillë. Sot festuam, u zhvendosëm paksa në kohë për të kujtuar një ditë të rëndësishme kombëtare. Një ditë që në vitin 1908, brezi i tretë i rilindasve tanë finalizoi ëndrrën e gjithë rilindasve ndër vite, që ishte Bashkimi Kombëtar e realizuar nëpërmjet unifikimit të një alfabeti të vetëm. Dhe fal atyre njerëzve aq të ndritur, ne sot flasim, shkruajmë dhe lexojmë shqip. E në këtë udhëtim që ne bëm të gjithë së bashku sot, nëpërmjet fëmijëve, nxënësit na mësuan se historia nuk vjen vetëm nëpërmjet librave. Historia vjen dhe në forma të tilla, duke u futur paksa nën petkun e saj, duke e ndjerë dhe duke e përjetuar atë. Gjuha shqipe është feniksi ynë. E ashtu siç feniksi lind, rilind dhe mbijeton, e tillë është edhe gjuha shqipe. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen, edhe le ta gëzojmë festën e shkronjave.